Përshëndetje nga ekrani i Blu Televizion, do të ndalemi në zhvillimet kryesore të ditës. Rritja e çmimit të naftës duket se ka prekur dhe qytetin e Vlorës. Kjo u vure në disa pika karburanti gjatë paradites së kësaj të premte, ku çmimi i naftës ka shënuar 182 lek për litër, ndërsa benzina 198 lek për litër. Pra, një rritje që varion nga 7 deri në 8 lek për litër. E megjithatë, kjo rritje ende nuk është reflektuar në të gjitha pikat e karburantit në qytetin bregdetar. Rritja e çmimit të karburanteve duket se ka prekur tashmë edhe qytetin e Vlorës. Në disa pika të karburanteve në qytetin bregdetar, nafta ka shkuar në rreth 182 lek për litër, ndërkohë që benzina në rreth 198 lek për litër. Megjithatë, kjo rritje nuk reflektohet në gjitha pikat e karburanteve në qytetin e Vlorës. Në disa prej tyre duket se çmimi ka mbetur i njëjtë me atë të paditëve më parë. Megjithatë, nga informacionet duket se kjo rritje do të vijojë të reflektohet tashmë në të gjitha pikat e karburanteve në qytetin e Vlorës gjatë ditëve në vijim. Rritja e çmimit të naftës duket se ka prekur tashmë dhe qytetin e Vlorës. Megjithatë, kjo rritje ende nuk është reflektuar në të gjitha pikat e karburantit në qytetin bregdetar. Në disa prej tyre gjatë paradites së kësaj të premteje, çmimi i naftës ka shkuar në 182 lek për litër, ndërsa benzina ka arritur në 198 lek për litër. Bëhet fjalë për një rritje që varion nga 7 deri në 8 lek për litër. Megjithatë, deri më tani jo të gjitha pikat e tregtimit të karburanteve kanë rritur çmimin, pasi në disa prej tyre vlera mbetet e njëjtë, ashtu si dhe pak ditë më parë. Konfliktet dhe tensionet në linjën e mesme kanë ndikuar në shtrëngtimin e karburanteve në tregjet ndërkombëtare, një rritje që tashmë po reflektohet edhe në vendin tonë, ndërsa prej kësaj të premte ka nisur të ndihet edhe në Vlorë. Pritet që në ditët në vijim çmimi i ri të reflektohet në të gjitha kompanitë dhe pikat e karburantit në qytetin bregdetar. Pas lajmit të publikuar në televizionin Blu, ka ardhur edhe reagimi i Bashkisë së Vlorës, e cila ka ndërhyrë këtë të premte për të hequr të gjitha shandanët e vendosur prej muajit dhjetor në zonën e Lungomares si pjesë e dekorit zbukurues për festat e fundvitit. Vetëm një ditë pas lajmit të bërë publik në Blu Televizion lidhur me neglizhencën e sektorit të ndriçimit pranë Bashkisë së Vlorës për mosheqjen e shandanëve të cilët qëndrojnë që prej muajit dhjetor, 24 orë pas këtij lajmi, Bashkia e Vlorës ka reaguar. Sot sektori i ndriçimit publik pranë Bashkisë së Vlorës ka hequr të 40 shandanët të cilët qëndrojnë prej më shumë se 3 muajsh, duke vënë në pikpyetje korrektesën e drejtorive në varësi të Bashkisë së Vlorës, lidhur me punën e përditshme të tyre. Vetëm 24 orë pas lajmit të publikuar në Blu Televizion ka ardhur dhe reagimi i Bashkisë së Vlorës, e cila ka ndërhyrë me sektorit të ndriçimit për të hequr gjithë shandanët të vendosur në zonën e Lungomares që prej muajit dhjetor si pjesë e dekorit zbukurues për festat e fundvitit. Rreth 40 shandanë dekorativ ishin vendosur përgjatë Lungomares, por dhe në zonën e Skelës, duke i dhënë atmosferën festive qytetit në periudhën e fundvitit. Megjithatë, edhe pse kanë kaluar rreth 3 muaj nga përfundimi i festave, këta elementë dekorativ nuk ishin larguar ende, duke ngritur pikpyetje si për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e tyre, ashtu edhe për funksionimin e sektorit të ndriçimit pranë ndërmarrjes së shërbimeve publike në varësi të Bashkisë së Vlorës. Një ditë më parë, Blu Televizion trajtoi këtë situatë një shqetësim publik, duke theksuar se lënia për një kohë kaq gjatë e dekorit në ambiente të hapura rrezikonte dëmtimin e tyre. Në rast dëmtimi, kjo do të sillte nevojën për një fond të ri për dekorime të tjera në të ardhmen. Menjëherë pas publikimit të lajmit, Bashkia e Vlorës ka reaguar duke vënë në lëvizje sektorin e ndriçimit. Punonjësit kanë nisur punën për çmontimin dhe largimin e gjithë shandanëve dekorativ nga zona e Lungomares dhe duke i transportuar për të ruajtur në ambientet përkatës. Ky reagim i menjëhershëm tregon edhe një rolin që kanë mediat në evidentimin e problematikave të qytetit dhe në nxitjen e institucioneve për të ndërhyrë dhe për të marrë masa konkrete në interes të komunitetit. Punimet për ndërtimin e një termocentrali me gaz kundërshtohen nga banorët e Roskovecit dhe ambientalistët, pasi sipas tyre kjo do të shkaktojë ndotje të ajrit dhe tokave bujqësore ku aktualisht kultivohen perime dhe drithra. Sipas tyre, një peticion me qindra firma është dorëzuar në gjykatën administrative të Tiranës dhe çështja tashmë është dhe në proces shqyrtimi. Për 11 ditësh në Roskovec makinerit kanë hyrë në teren dhe punimet për ndërtimin e termocentralit me gaz kanë nisur, por ndërsa fadromat punojnë jashtë kantierit vazhdon një tjetër betejë, ajo ligjore dhe mjedisore. Organizatat ambientaliste thonë se projekti po ecën përpara dhe pse leja mjedisore sipas tyre ka skaduar dhe çështja është dërguar në gjykatë, madje edhe pranë komunitetit të energjisë. Si shikoni sot, vim këtu, përballemi me këto pamje që shikoni, ka prej 10 ditë që ka filluar ndërtimi. Neve sot, kërkesa jonë ishte të takoheshim me një përfaqësues të Generdyshit dhe të na njihte me dokumentacionin, kryesisht me lejet. Pasi dyshojmë tek leja. Arsye që dyshojmë është se leja
mjedisore edhe nga KMEA ka skaduar. Leje në Këshillin e Baseneve ku unë bëj pjesë, ata nuk kanë aplikuar fare për atë leje që janë para kushte për lejen zhvillimore. Ndaj po them që përballemi me shumë të panjohura. Kam një thirrje për organet dispatuese, Policinë e Shtetit, IKMT-n, Inspektorati i Shkatërimit Kombëtar, më thjesht, të vinë të bëjmë verifikimet e duhura këtu. Sepse për një shkelje, për një çati, për një gardh, IKMT dhe Policia e Shtetit e marrin qytetarin si shelek e hedhin në fugon policisë dhe e ndalojnë. Ndaj po them që kjo është shumë shqetësuese. A është pak e vështirë. Pse? Sepse shikoj një mosreagim edhe politika këtu është shumë në heshtje. Ai pasa miq të dy krahët e politikës shqiptare. Edhe kjo na penalizon neve dhe të komunitetit që e vuan direkt. Teci planifikuar parashikon një kapacitet për 170 megavatësh dhe do të furnizohet me gaz natyror nga Gaz Sjell si Tap. Impjanti privat do të operojë për 49 vite dhe sipas projektit pritet të hyjë në funksion brenda 3 viteve të ardhshëm. Në këmbim kompania Fier Termoelektrik do t'i jap shtetit vetëm 2% të prodhimit vjetor të energjisë ose vlerën e tij në para, por pikërisht u nisin dhe pikpyetjet më të mëdha. Struktura aksionerëve tregon se 70% e projektit është në pronësi të një kompanie greke dhe 30% të një kompani shqiptare. Furnizimi me gaz pritet të bëhet përmes një marrëveshje me Korporatën Publike të Gazit të Greqisë, me dorëzim në pikën e ndërlidhjes të tapit në Roskovec. Por tani që punimet kanë nisur, banorët flasin për frikë dhe presion që e bëjnë gjithnjë më të vështirë organizimin e një proteste të gjashtë. Atëherë unë kam thënë në rrjetet sociale, në rrjetet e mia sociale komunitisht në Facebook dhe në WhatsApp që janë bërë 5 protesta të mirë organizuara me banderola në pjesëmarrjen e gjithë qytetarëve të zonës. Bëra një thirrje përsëri për protestën e 6 radhë, sepse atëherë bëm vërtet protestat, i bëm njëra pas tjetrës, por s'kishte filluar ende punimet. Tani është dita 11 sot, këtu vazhdojnë punimet, ju shikoni cili është realiteti. Me djetra herë kemi bërë thirrje që të stopohej ky test, mos bëhej këtu në zonën tonë bujqësore elektorale, është zona më e zhvilluar e gjithë territorit të Shqipërisë. Shquhet shumë prodhime bujqësore, sigurisht ato elektorale. Ne marrim gjysmën e Evropës me prodhimet tona, kryesisht atyre të serave, dhe është shumë keq. Do shkaktohet një katastrofë e madhe sepse ne dimë që ai gazi që do shqirohet në atmosferë do të kontaminojë të gjitha bimët. Si rrjedhoj e kësaj, unë i bëj thirrje edhe një herë fermerëve, por e di që ata nuk e kanë të mundur për të ardhur këtu sepse janë të frikësuar në maksimum duke parë protestat që bëjnë banorët e Rrjodit në veliporit të Shkodrës. Ata e shikojnë që po i vrasin, po i dhunojnë, po i masakrojnë, po i çojnë nëpër burgje, po i deshin brenda për 10-15 ditë e nxjerrin përsëri dhe thonë që ne s'kemi rezultat. Mund të ngrihemi, por nga ana tjetër të bëhen propagandë të gjithë administrata e bashkisë së Roskovec që ky do jetë në dobi, do jetë i mirë, mos keni merak, do punsojmë, ndërkohë ne nga ana tjetër s'kemi nevojë për punësime sepse ne jemi të vetë punësuar. Asnjë sa shkon në mendje, ne po marrim punëtor, po harxojmë naftë, po i marrim në Kuman, Vjedhisht, në Urvajgorore dhe Mëgjet, sepse duam punëtor, se thash që kemi 10 hektar, janë 70 hektar sera këtu në zonën tonë. Dhe kështu që ata thonë kemi frikë të vim. Pjesa tjetër thotë nuk kemi frikë, por ja çfarë thotë? Çfarë propagandë bën bashkia, administrata e bashkisë. Sikurse para 2 ditë që ishte bërë në media, ishte hapur diku atje thotë që një banor i zonës tonë, që ai ka një interes personal dhe familjar, thotë që dëgjoj le të bëhet termocentrali. Ai është shumë i vjetër në moshë, nuk e di sa informacion ka ai, por nga ana tjetër mbron interesat e veta personale. Se ka djalin që punon në bashkitë me një rrogë të Millfield. Është administrator njësisë. Konkretisht jam më fal të them të vërtetën. Djali im ka pyetur kryetarin e njësisë administrative sepse ai normalisht është i pari i njësisë administrative Strum dhe i ka thënë: "Më fal, çfarë mendimi keni ju për termocentralin që më ndërtohet? Çfarë të bëjmë ne?" Ka thënë, "Ne s'ta pyet askush. Ne hajde ngrihemi 5-6 veta, 5-6 burra, shkojmë i takojmë dhe i themi, na premtoni ju vend e pune?" Dhe djali tha, "Kjo është përgjigja? Ti e di mirë, ti tani je veterinjer në zanat, plus je edhe administrator i njësisë administrative. Çfarë do thotë kjo përgjigje që ti na jep ne? Po s'kam çfarë të bëj unë, s'ta pyet dikush, ne e bën qeveria atje më radh." Atëre, çfarë do bëhet më shumë se kaq? I thua pas sekretarit fshatit, thotë, "Po çfarë do bëj unë? Se është në dorën time. Ejë të bashkojmë të mblidhemi, po çfarë të bëj unë?" Kjo është përgjigja. Atëre nga njëra anë firma çfarë do bëjmë? Tani ne kemi dëshirë të organizojmë protesta, varet sa do të pjesëmarrë, po të thash vetëm e ke parasysh. Të gjithë janë të ndinjuar, por pastaj ka nga ana tjetër mos e hallojmë politikën, se do pastaj ja tregojmë ne këtij sistemi sa të vijë votimet e 2027-s, do shohim. Nuk i kemi kontaktuar për të ardhur në fjalë deputetët që të vinë në pjesëmarrje. Thjesht kemi ndjekur procedurat edhe me komunitetin,
në radhë parë me ato proteste që janë bërë, ashtu si që janë bërë dhe të pëlqyeshme fjale edhe për të publikuar në mënyrë publike dhe ja arriti qëllimit. Njëkohësisht me fjalë vetë komuniteti ra dakord që të firmoste një peticion prej 880 firmash me numër telefoni, me emër, mbi emër të firmosur, njëkohësisht dhe 200 akte notariale, të cilët janë të archivuara në gjykata administrative në Tiranë, dhe shoqata e ambientalistë me fjalë me lavdosh Feruni Qani Redhin, kanë denoncimet e tyre që kanë procedura gjyqësore, që janë në gjykat, dhe me sa dim që në datën 24 është seanca e vazhdimësisë. Duke parë këto që gjithë komunitetet shprehur me firmë, me zemë, me figurë, me të gjitha akte notariale, prandaj edhe komuniteti e quajnë çik të tepërt në një kohë që e gjithë procedura e termocentralit që e pezulluar, sepse pati një proces kohor, 26 muaj që ajo i skadoi në datën 13. Duke mësuar nga mediat, nga pjesa që është me qeverinë. Në datën 31 ka firmosur zvens kryeministri. Po ta marrim me fjalë sikuritetin apo përgjegjësinë apo çfarë duhet që t'i themi me fjalë qeverisë, në një kohë që çfarë probleme ka ajo me fjalë edhe është firmosur për së dytin 31 tetor, me fjalë për të mbrojtur. Kështu që këto pjesë në kuptimin e përgjithshëm, jo unë, po kush do e kupton që diçka nuk funksionon. Unë nuk mendoj se edhe kryetare bashkisë me fjalë, edhe kryeministri nuk do që ta bëjë, sepse unë kam ja jepim dakord, u shpjegoj. Sepse dhe vetë kryetare bashkisë tani ngrihuni me fjalë, diçka presion kujt nuk e di mu të flasme, dhe kryeministri tani para disa ditësh është preu e ka firmosur Bela dhe takoni komunitetin me fjalë me ekspert fushës, sepse ne nuk kemi ankesa. Faktikisht, kjo është hipokrizi me fjalë në kuptimin e përgjithshëm të fjalëve. Por, jo se ata kanë interese të tyre në të rëndësishme, majtas, djatës, nuk kemi nga ata që themi që ne janë partia e atita dhe aktita. E vërteta është që në çdo vend të botës ka një studim ekonomik. Studimi ekonomik është që çfarë prodhohet në këtë tokë. Sa njerëz punësohen dhe sa janë të punësuar. Studimi ekonomik, studimi mjedisor, studimi shëndetësor, unë nuk di me fjalë si të shpjegojmë, dhe ju ma doni mendje se jeni një mendje me mua. Mos i bjera aq gjatë. Çfarë do bëni se po ndërtojë tekstin? Ne tash nuk kemi që të luftojmë me këta. Ne do ngrim protestën tonë siç na takon, duke qenë se dhe ne kemi shprehur mendimin tonë në procese gjyqësore. Këto janë ato probleme. Por ndërsa institucionet flasin për energji dhe zhvillim, ambientalistët paralajmërojnë për ndotje shkele ligjore dhe një projekt që mund të rëndojë për dekada mbi mjedisin dhe komunitetin. Në Roskovec makineritë vazhdojnë punën ndërsa betejë për Tecin sapo ka hyrë në fazën më të nxehtë. Në një aktivitet të quajtur drita që nuk shuhet, Bashkia e Fierit ka nderuar dhe vlerësuar me certifikat mirënjohje 30 mësues në kuadër të 7 marsit, ditës së mësuesit. Pjesë i takimit dhe kryebashkiaku Armando Subashi, ndërsa për mësuesit e vlerësuar, mësuesia është një mision ndriçues. Rreth 300 mësues të Bashkisë Fier janë mbledhur ditën e njëjtë në Teatrin Bylis në ceremoninë gala Drita që nuk shuhet, një aktivitet i organizuar nga Bashkia e Fier përmes Drejtorisë së Artit, Kulturës dhe Turizmit në nderim të figurës së mësuesit me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit. Në këtë mbrëmje të veçantë u vlerësuan me certifikat mirënjohje 30 mësues të ndarë në 3 kategori: mësues të ndarë nga jeta, mësues pensionist dhe mësues në karrierë, të cilët janë dalluar ndër vite për kontributin e tyre në arsimin fierak dhe në formimin e brezave. Gjatë ceremonisë, disa prej mësuesve të vlerësuar përcollën mirënjohjen për këtë vlerësim, duke theksuar se puna e mësuesit është një mision i lidhur ngushtë me përkushtimin ndaj nxënësve dhe me përgjegjësinë për të edukuar brezat e rinj. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe kreu i Bashkisë Fier Armando Subashi, i cili në përshëndetjen e tij vlerësoi rolin e pazëvendësueshëm të mësuesve në zhvillimin e shoqërisë dhe theksoi se arsimi mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme për të ardhmen e qytetit dhe të vendit. Përshëndetje të gjithëve. Së pari ju falenderoj për prezencën tuaj,
Së dyti, nëpërmjet jush që jeni këtu në stallë, të doja të uroja të gjithë mësuesve gëzuar 7 marsin. Pa dyshim që këtu u thanë shumë gjëra për mësuesit, për shkollën shqipe, për traditën tonë mësimdhënie, për rolin që ka pas në fakt Fieri në vite, ku kanë nxjerrë me dhjetra student shumë të mirë, cilët kanë bërë emër në shumë konkurse, olimpiada kombëtare, një pjesë prej tyre edhe ndërkombëtare, dhe padyshim kjo është merit e të gjithë pleradës së mësuesve tanë në vite. Ne sot u përpoqëm në bashkëpunim edhe me drejtorinë arsimore, që në mënyrë simbolike, në fakt, të bënim disa, le të themi, nderime, por unë në fakt e kuptoj shumë mirë që kur vjen puna për bërë një listë, qoftë edhe simbolike me emra, padyshim që sensibiliteti rritet shumë, sepse është një zore që kushdo mund të thonë, po unë pse si isha aty? Po mua pse nuk më dha një certifikat? Po unë pse nuk më vlerësova? Por ju garantoj që pavarësisht se ne munduam që të bëjmë një përzgjedhje në të treja kategoritë, si që e pat nga 10 mësues, ju siguroj që të gjithë pa përjashtim, kanë vlerësimin ton maksimal. Dhe për këto do doja që merrja një duartrokitje nga të gjithë. Dhe uroj që gjithë përkushtimi ynë të jetë në funksion të edukimit të mendjeve të fëmijëve, sepse ne ndezim jo vetëm dritat në mendjet e fëmijëve, por edukojmë dhe zemra të mira. Kështu qofshim gjithmonë gëzuar 7 marsin. Jam minjose, patmësisht për drejtorinë arsimore të Fierit, të cilët më vlerësuan për punën dhe për kushtimin që kam pas në shkollë, se jam shumë emocionuar. Ceremonia u shoqërua me një program artistik të veçantë ku të pranishmit shijuan interpretimet e artistes së mirë njohur Vikena Kamenica, performancat e formacionit orkestral, si dhe momente poetike dhe artistike që i dhanë mbrëmjes një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese. Në shenjë respekti dhe mirënjohje për të gjithë mësuesit e pranishëm u dhuruan lule, duke bërë këtë mbrëmje dhe më simbolike për figurën e tyre. Ministria për Europën dhe punët e jashtme u bën thirrje të gjithë shtetasve shqiptar të shmangin udhëtimet në rajonin e lindjes së mesme deri në një njoftim të dytë. Situata në këtë rajon vijon të mbetet e paparashikueshme dhe paqëndrueshme, thuhet në mesazhin e ministrisë. Ministria për Evropën dhe punët e jashtme u bën thirrje të gjithë shtetasve shqiptar të shmangin udhëtimet në rajonin e lindjes së mesme deri në një njoftim të dytë. Situata në këtë rajon vijon të mbetet e paparashikueshme dhe e paqëndrueshme. Ministria për Evropën dhe punët e jashtme po ndjek me vëmendje zhvillimet dhe do të vijojë të informojë publikun në mënyrë të vazhdueshme, thuhet në mesazhin e Ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme. Kujtojmë që për shkallëzimin e konfliktit në lindjen e mesme pas sulmeve të nisura nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit, ka prekur ndjeshëm edhe trafikun ajror. Shumë kompani ajrore kanë anuluar ose kufizuar fluturimet për shkak të situatës së sigurisë dhe mbylljes së disa hapësirave ajrore. Përdorimi masiv i rrjeteve sociale nga të rinj si pasojë negative tek ata, të cilët sipas psikologes Elona Toçaj nisin nga mungesa e gjumit tek ulja e përqendrimit, ndërsa ndikojnë në shtimin e ankthit dhe uljen e vetbesimit tek të rinj. Toçaj në vë theksin tek rritja e rolit të prindërve në kontrollin e përdorimit të teknologjisë nga fëmijët e tyre.
Përdorimi i rrjeteve sociale tek të rinjt është shtuar ndjeshëm nga viti në vit. Elona Toçaj, psikologe, thotë se përdorimi masiv i rrjeteve sociale jep pasoja negative, duke filluar nga mungesa e gjumit dhe deri tek ulja e përqendrimit, por ndikon dhe në shtimin e ankthit, si dhe në uljen e vetbesimit tek të rinjt. Toçaj sqaron se në rrjetet sociale qarkullon modeli i perfeksionit, çka tek të rinjt ndikon negativisht në gjendjen e tyre emocionale. Atëherë, shqetësimi që ju ngrini është më së drejtë. Unë si psikologe kam konstatuar që vitet e fundit kjo rritje e përdorimit të rrjeteve sociale tek të rinj dhe sidomos tek adoleshentët është shtuar më së shumti. Janë një sër pasojash, duke filluar që nga e para, kozgjatja e shumt në rrjetet sociale bën që të kemi problematika të gjumit, bën që të kemi mungesë të përqendrimit gjatë kohës mësimore, bën që të kemi një vetbesim të ulët, kemi zhvillimin e çrregullimeve të ankthit. Kjo vetëm sepse në rrjetet sociale krijohet ai imazhi i perfeksionit dhe njerëzit, adoleshentët, të miturit, krijojnë idenë që unë nuk jam i mjaftueshëm. Kjo bën që të shkaktojë një vetbesim të ulët dhe problematikat emocionale. Por përdorimi i rrjeteve sociale bën që të rinjt të bien prej e dhunës, e cila sipas psikologes Elona Toçaj fillon me një bisedë online me sharje dhe fyerje dhe më pas përfundon në kontakt fizik apo dhunë. Po, është më së drejtë kjo gjë që ju po më thoni, ka pasur plot raste ku ka filluar biseda në rrjetet sociale, kryesisht në TikTok, në Snapchat, në Instagram dhe kanë filluar ofendimet. Më vonë ka degraduar në dhunë fizike. Kemi pasur edhe rasta të cilat janë evidentuar, janë analizuar, është marrë takim me prindrit, por edhe me aktorët e tjerë të cilat ndihmojnë në kontrollin e fëmijës dhe është minimizuar, është mbledhur problemi, nuk ka agravuar deri në problematika më të thella. Sipas psikologes Toçaj, roli i prindërve është më shumë se i rëndësishëm tek fëmijët, duke qenë prindrit ata që e kontrollojnë mënyrën e përdorimit të teknologjisë, duke i treguar realitetin ashtu siç është, duke mos lejuar teknologjinë të ofrojë realitetin virtual të perfeksionit. Pa diskutim që është shumë i rëndësishëm, sepse janë prindrit ata të cilët e kontrollojnë teknologjinë. Ne jetojmë në një epokë të teknologjisë dhe teknologjia është mjet i domosdoshëm. Ne nuk mundemi ta ndalim atë. Por prindi është ai i cili e mëson fëmijën që t'i tregojë realitetin ashtu siç është. Nëse ne nuk jemi prindër që ta mësojmë fëmijën me realitetin, atëherë është teknologjia ajo që do t'i jap një ambient virtual, një realitet jo real. Fëmia jeton në atë realitetin paralel dhe është prindi pikërisht ai i cili duhet t'i thot stop kësaj stop teknologjisë, duhet ta kontrolloj, jo ta ndaloj, sepse ne nuk e ndalojmë dot. Edhe ne që jemi të rritur, telefoni na është bërë, apo rrjetet sociale na janë bërë domosdoshmëri, janë mjet pune, por është kontrolli i prindit ai i cili duhet të ushtrohet maksimalisht tek fëmijët. Nxënësit në klasat e 7, 8 dhe 9, vajzat dhe djem janë përdoruesit më të rregullt të rrjeteve sociale, sipas psikologes, ndërsa bën thirrje për prindrit, pasi janë ata që mund të japin ndikimin e tyre për minimizimin e këtij fenomeni, duke transmetuar modelin e duhur tek fëmijët e tyre. Nëse ne do të i referojmë ciklit arsimor, përgjithsisht janë klasat e 7, të 8 dhe të 9, të cilët kanë një nivel shumë të lartë, sepse aty fillon edhe kuptojnë dhe veten, janë në atë fazën e pubertetit, kërkojnë konfirmimin, afirmimin nga shoqëria, përpiqen që të duken sa më mirë në këto rrjete sociale dhe normalisht ky është niveli më i lartë. Për sa i përket gjinisë, unë do të thosha që kemi një barazim, me statistika nuk mundem të flas, por mund të themi që të dyja gjinit janë përdoruese të rregullt të rrjeteve sociale dhe kanë një varësi ndaj tyre. Çfarë mund të bëjmë për ta minimizuar fenomenin? Siç përmenda edhe pak më parë, i vetmi shqetësim që ne psikologët ngrëm është thirrja ndaj prindërve. Prindrit janë ata të cilët duhet të rrisin kontrollin, duhet të rrisin vigjilencën ndaj fëmijëve të tyre. Nuk mundemi ta stopojmë përdorimin e internetit, por ama mundemi ta kontrollojmë atë. Ky është prioritet. Pa diskutim, nëse prindrit janë aty, ne psikologët jemi aty, stafi edukativ, mësuesit, të gjithë komponentët media do të luajnë një rol shumë të rëndësishëm që këta fëmijë të jetojnë realitetin, jo të jetojnë atë realitet që ne na pasqyrohet në rrjetet sociale. Ndodh shpeshherë që kur jemi në një tavolinë, qoftë dreke apo darke, janë prindrit ata të cilët marrin telefonin dhe as nuk bisedojnë, as nuk dajnë diçka për fëmijët e tyre, që këtu fillon problemi. Prindrit duhet të japin një model ndaj fëmijëve të tyre, duhet të japin modelin më të mirë, jo të jenë neglizhent. Ky është mesazhi që unë doja të thoja.
Kequshqyrja, mungesa e aktivitetit fizik dhe konsumimi i ushqimeve të përpunuara kanë rritur ndjeshëm statistikat e personave që janë mbi peshë apo obez. Sipas ekspertëve të Rektorit të Sigurisë Ushqimore dhe Ushqyerjes në Institutin e Shëndetit Publik, rreth 60% e popullatës shqiptare është mbi peshë. Kequshqyrja, mungesa e aktivitetit fizik dhe konsumimi i ushqimeve të papërpunuara kanë rritur ndjeshëm statistikat e personave që janë mbi peshë apo obez. Sipas ekspertëve të sektorit të sigurisë ushqimore dhe ushqyerjes në Institutin e Shëndetit Publik, rreth 60% e popullatës shqiptare është mbi peshë. Mbipesha dhe obeziteti është problem si tek të rriturit ashtu edhe tek fëmijët. E referuar shifrave, janë gati 60% e popullsisë shqiptare mbi peshë ose obez, e gati diku deri tek 20% janë me obezitet. Sipas ekspertëve, jemi të krahasueshëm me nivelin mesatar europian dhe jemi në atë rang ku 1 në 10 fëmijë sot janë mbi peshë dhe obez. Ndërkohë ekspertët thonë se obeziteti është një problem kompleks, i cili ndikohet nga shumë faktorë, përfshi gjenetikën, mënyrën e jetesës si dhe mjedisin. Sipas tyre, kemi shumë faktorë që përcaktojnë obezitetin e që janë jashtë individit. Faktorët mjedisor sa i përket ushqimit për shkak të ushqimeve të përpunuara, pasi marketingu i tyre është aq i fuqishëm sa rritet gjithnjë më shumë konsumi ndaj tyre. Kjo kequshqyrje, me një aktivitet të ulët fizik, me një akses me infrastrukturë që nuk të lë vend për të qenë aktiv, është e qartë, e jo gjithçka e ka individi në dorë, thonë ekspertët. Por cilat janë efektet negative që mund të sjellin në shëndet? Një obez i rritur gjithmonë më shumë ka sëmundje të tjera shoqëruese. Të dhënat tregojnë se diabeti, sëmundjet kardiovaskulare si dhe tipet e kancereve të ndryshëm i referohen pikërisht edhe një komplikacioni të ardhur. Si pasojë e obezitetit, numri i vdekjeve që Organizata Botërore e Shëndetësisë raportoi së fundmi është se 1.7 miliard njerëz humbasin jetën në mënyrë të parakohshme si pasojë e sëmundjeve kronike dhe të transmetueshme, ku obeziteti është një faktor i rëndësishëm. 60% e meshkujve dhe 55% e femrave janë mbi peshë, ndërsa 18% e meshkujve dhe 24% e femrave janë obeze. Këto statistika tregojnë një tendencë shqetësuese të rritjes së obezitetit në Shqipëri, duke theksuar nevojën për ndërhyrje të fokusuara në promovimin e një stili jetese të shëndetshme. Një lule për ty është aktiviteti festiv i organizuar nga Këshilli Studentor i Universitetit Ismail Qemali të Vlorës në kuadër të festave të 7 marsit. Pas performancës, të rinjt janë vlerësuar me certifikata për organizimin dhe realizimin artistik. Këshilli Studentor i Universitetit Ismail Qemali në kuadër të festave të 7 dhe 8 marsit organizoi një koncert festiv të titulluar Një lule për ty. Aktiviteti festiv i organizuar nga vetë studentët, të cilët shprehën talentin e tyre, duke luajtur në violin, në këngë valle, por edhe në recitime vargjesh të shkruara nga ata vetë, monolog dhe aktrim, për të nderuar 2 prej figurave më të rëndësishme të jetës, mësuesit dhe nënën. Performancat të cilat janë pritur me duartorkitje.
Aktivitetin e përshëndeti edhe zëvendës rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali Frosina Londo, si dhe kryetari Këshillit Studentor, të cilët e kanë cilësuar këtë aktivitet si model për çdo grua, mësues, pedagoge, të cilat janë shtyllat e shoqërisë sonë që krijojnë e formojnë brezat. Sot është vërtet ditë e bukur, ditë me diell, dhe unë jam shumë e lumtur që shoh shumë student të mbledhur këtu bashkë për të festuar këto 2 ditë që janë mjaft të rëndësishme. Nuk ka shumë nevojë të zgjatemi, unë doja vetëm t'ju falenderoja në mënyrë të veçantë Këshillin Studentor, Leandron, dhe t'ju përcjellja përshëndetit edhe të rektores, profesor Dr. Aurela Saliaj. Shijojeni koncertin dhe gëzuar festat. Lula për ty nuk ishte vetëm një titull koncerti, ishte një simbol për çdo grua, për çdo nën, për çdo pedagoge, mësuese që kontribuon çdo ditë me forcë, dije dhe përkushtim në shoqërinë tonë. Ata nuk tregojnë me këtë aktivitet që janë djetës të aftësive akademike, por edhe krijues, organizator, dhe promotor të vlerave qytetare. Sot nuk festojmë vetëm artin, ne festojmë bashkëpunimin me njëri tjetrin, festojmë energjinë rinore, festojmë energjinë e gruas dhe energjinë e çdo mësuese, pedagogu dhe pedagoge. Në fund të aktivitetit, për pjesëmarrësit u shpërndan edhe disa certifikata vlerësimi për të gjithë ata student të Universitetit të Vlorës, të cilët kontribuan në realizimin e tij. Certifikata u dorëzuan tek studentët nga kryetari i Partisë Socialiste për Vlorën Klevis Kaso dhe prefektja e qarkut të Vlorës Evis Allushi, të cilët vlerësuan aktivitetin dhe kontributin e çdo studenti për realizimin e tij. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Para se të ndaj këto certifikatat, nuk e kisha parashikuar që do isha në foltore. Jam shumë emocionuar që mora pjesë në këtë aktivitet, ndryshe nga aktivitetet tona politike, ato që juve në njëri duken të mërzitshme. Ky ishte një aktivitet që unë e kam shijuar pa mas. Faleminderit Këshillit Studentor për ftesën. Ishte një aktivitet që çdo mësues do ta donte më shumë se çfarë do lloj dhurate tjetër. Kështu që mirënjohje për ju, mirënjohje për kryetarin e Këshillit Studentor Leandron dhe gëzuar çdo mësuesi për gjithë sakrificën e vet dhe gjithë pasionin që jep për të rritur dhe edukuar këto breza kaq të mrekullueshëm dhe me kaq shumë pasion ndaj mësimit, artit dhe qytetit të Vlorës. Përshëndetje të gjithëve. Për mua në fakt është një emocion shumë i veçantë që të jem sot në këtë aktivitet, si prefekte e qarkut të Vlorës, por megjithatë si një pjesë e pandare e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, ku për një periudhë shumë gjatë, për 18 vitesh, kam dhënë dhe vazhdoj të jap ende kontributin tim në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës. Studentët janë një pjesë shumë e veçantë e universitetit dhe gjatë gjithë këtyre viteve, lidhja ime dhe kontributi im në rritjen profesionale të tyre, por njëkohësisht në angazhimet e tyre jashtë mësimdhënies ka qenë i vazhdueshëm. Por të jem pjesë sot këtu në këtë aktivitet ku studentët janë pika kyçe dhe janë ata të cilët kanë marrë iniciativën për të organizuar këtë aktivitet që na ka kënaqur pafundësisht, dua t'ju them shumë faleminderit. Faleminderit në organizimin tuaj, faleminderit që na bë pjesë dhe dua t'ju them që mos rreshni kur së organizuari aktivitetet të tilla sepse ka një rëndësi të jashtëzakonshme në qytetin tonë të dashur, qytetin e Vlorës. Shumë faleminderit të gjithëve. Një lule për ty, aktivitet festiv i Këshillit Studentor, u organizua me mbështetjen e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, nën kujdesin e veçantë të rektores së këtij universiteti, profesor Dr. Aurela Saliaj.
Ndalemi tek rendi ku policia e Vlorës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë ngritur disa pika kontrolli në hyrje dalje të qytetit dhe akse të brendshme. Sipas burimeve nga policia, kontrollet në kuadër të operacioneve të sigurisë dhe goditjes së aktivitetit kriminal, duke përfshirë kontrolle për armë pa leje, persona të shpallur në kërkim apo automjete të dyshuara. Mbrëmjen e së njëjtës në qytetin e Vlorës janë vendosur disa pika kontrolli nga policia e shtetit dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë në hyrje-daljet kryesore të qytetit, por dhe në disa akse të brendshme rrugore. Lëvizja e shtuar e forcave të policisë lidhet zakonisht me operacione kontrolli dhe verifikimi, gjatë të cilave ndalohen automjete për kontroll dokumentacioni, verifikim personash në kërkim apo për parandalimin e veprave kriminale. Burime nga policia bëjnë me dije se kontrollet të tilla zhvillohen shpesh në kuadër të operacioneve për rritjen e sigurisë dhe goditjen e aktivitetit kriminal. Në fokus të tyre kontrolli për armë pa leje, identifikimi personave të shpallur në kërkim, si dhe verifikimi automjeteve të dyshuara. Në këto operacione, përveç patrullave të policisë vendore, në teren angazhohen dhe efektiv të FNSH-s, të cilët mbështesin kontrollet dhe operacionet e sigurisë. Pikat e kontrollit janë bërë re kryesisht në hyrjet kryesore të qytetit dhe në disa akse të frekuentuara, ku efektivët e policisë po ndalojnë automjete dhe po kryejnë verifikime të shpejta të drejtuesve dhe pasagjerëve. Policia e Vlorës ka shpallur në kërkim 2 persona, njëri 27 vjeç dhe tjetri 34 vjeç. Ndaj tyre rëndon vepra penale shkatrimi pronës me zjarr, 27 vjeçari dyshohet se i vendosi flakën 2 makinave në lagjen Pavarësia, ndërsa 34 vjeçari dyshohet se ka djegur një dyqan në pronësi të një shtetasi, ku pati vetëm dëme materiale. Si rezultati veprimeve intensive hetimore dhe punës së pandërprerë të specialistëve për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës, është bërë i mundur dokumentimi i 2 rasteve të veprës penale, shkatrimi pronës me zjarr, si dhe identifikimi dhe shpallja në kërkim i 2 shtetasve të dyshuar si autor të këtyre ngjarjeve. Nga hetimet e kryera është bërë i mundur verifikimi i shtetasit 27 vjeç banues Vlorë me inicialet FI, i cili dyshohet të jetë autori i një ngjarjeje të ndodhur në datën 2 mars 2026 në lagjen Pavarësia, ku janë djegur me zjarr 2 automjetet parkuara. Konkretisht është djegur një automjet tip Benz në pronësi të një shtetasi 63 vjeç, si dhe një automjet tip BMW në pronësi të shtetasit 68 vjeç, të 2 banues në Vlorë duke shkaktuar dëme materiale. Gjithashtu nga veprimet hetimore ka rezultuar se shtetasit 34 vjeç banues në Vlorë dyshohet të jetë autori i ngjarjes së ndodhur në datën 3 mars 2026 rreth orëve të para të mëngjesit në lagjen Isa Boletini, ku dyshohet se ka djegur me zjarr një dyqan në pronësi të një shtetasi. Si pasojë e zjarrit u shkatkuan dëme materiale në ambientin e biznesit. Dërgohen në përfundim të veprimeve të para hetimore dhe proceduriale. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë për veprën penale shkatrimi pronës me zjarr. Strukturat e policisë së Vlorës në bashkëpunim me prokurorin vijojnë ndërkohë punën për lokalizimin, kapjen dhe ndalimin e këtyre shtetasve, si dhe për dokumentimin e plot ligjor të këtyre ngjarjeve dhe verifikimin e mundshëm të përfshirjes së tyre në raste të tjera të ngjashme kriminale. Ndalemi përsëri te policia e Vlorës, ku njofton se për vepra të ndryshme penale ka vënë në pranga një shtetas dhe ka nisur procedimin penal për 2 të tjerë. Materialet procedurale ju referuan prokurorive përkatëse Vlorë dhe Sarandë për veprime të mëtejshme. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës arrestuan në flagrancë një 49 vjeçar banues në Sarandë për veprën penale vjedhja. Më datë 5/3/2026 një shtetase ka kallëzuar se 49 vjeçari i kishte vjedhur një valixhe dhe një çantë brenda të cilave ndodheshin sende personale, rroba, një shumë monetare dhe një kompjuter laptop. Fal veprimeve të shpejta të koordinuara dhe të profesionalizuara të policisë u bë mundur identifikimi, lokalizimi dhe arrestimi i autorit. Gjatë kontrollit në banesën e tij u gjendën sendet e vjedhura të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet u referuan prokurorisë Sarandë për veprën penale vjedhja. Ndërkohë specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ndaj një 72 vjeçare banuese në Vlorë, pasi në banesën e saj ka konstatuar punime ndërtimi të kryera pa lejen e organeve kompetente. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandës referuan materialet në prokurori ndaj një 54 vjeçari banues në Sarandë, pasi në një rrugë pranë plazhit Shqiponja dyshohet se ka kryer gërmime pa leje dhe ka rrethuar një sipërfaqe toke. Materialet ju referuan prokurorive përkatëse në Vlorë dhe Sarandë për veprime të mëtejshme hetimore.
Pas 2 muajsh nga zgjedhjet e fundit parlamentare, Kosova do të shkojë përsëri në zgjedhje për shkak të dështimit të kuvendit për të zgjedhur brenda fateve kushtetuese presidentin e ri të Republikës. Shpërndarja e parlamentit u njoftua nga presidentja Vjosa Osmani në konferencë për shtyp, sipas të cilës kjo erdhi si pasojë e njerëzve të papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme. Pas 2 muajsh nga zgjedhjet e fundit parlamentare, Kosova do të shkojë përsëri drejt zgjedhjeve, kësaj radhe shkaku bë dështimi i kuvendit për të zgjedhur brenda fateve kushtetuese presidentin e ri të Republikës. Shpërndarja e parlamentit dhe dekreti për zgjedhjet e reja parlamentare u njoftuan nga vetë presidentja Vjosa Osmani në një konferencë për shtyp. Osmani tha se deputetët e kuvendit kanë pasur në dispozicion 23 ditë për të zgjedhur presidentin e ri dhe se dështimi mbrëmjes të djeshme ishte i mirë kalkuluar. Ajo tha se Kosovën përsëri në zgjedhje çuan njerëz të papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme. Dje i vetmi propozim për zgjedhjen si president ishte Glau Konjufca i partisë në pushtet Lëvizja Vetvendosja, por për të pasur garë duhet paktën 2 propozime. Në këto kushte presidentja Osmani solli në kuvend propozimin për ndryshime në kushtetut, duke kërkuar që zgjedhja e presidentit të Republikës të bëhej me votat e popullit dhe jo të parlamentit. Ndryshimet e propozuara nga Vjosa Osmani nuk u votuan në kuvend dhe Lëvizja Vetvendosje në momentin e fundit doli me kandidaturën e dytë, Fatmire Kolçaku. Votimi nuk u krye pasi në kuvend nuk ndodheshin as 80 deputet, në sallën e parlamentit ishin të pranishëm vetëm 66 deputetët e shumicës parlamentare. Kryetaria e kuvendit Albulena Argjiu nuk pati rrugdalje tjetër, vetëm se të ndërpriste seancën në mungesë të kuorumit. Pas mbylljes së seancës, kryetaria e kuvendit i është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesë për t'i pezulluar afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Gjatë deklaratës për shtyp, presidentja Vjosa Osmani tha se qytetarët s'ka nevojë për vonesa, por për politikë që si tremet përgjegjësisë. Osmani theksoi se është e vetëdijshme që dekreti mund të kundërshtohet në gjykatën kushtetuese, por s'ka qenë kurrë më krenare për një vendim. Vjosa Osmani ka deklaruar se Kosova do të shkojë përsëri në zgjedhje parlamentare pas dështimit të zgjedhjes së presidentit. Parlamenti është shpërndar pasi ligjvënësit dështuan deri mbrëm në mesnatë për të zgjedhur presidentin e ri të Republikës së Kosovës. 2 sportiste elitare i bashkohen në klubi shumë sportësh Flamurtari. Në konferencë për shtyp, drejtoria e klubi shumë sportësh Elona Hasanaj theksoi se të 2 vajzat kanë treguar se janë ndër sportistet me arritjet më të larta në disiplinat e tyre. Enkelejda Carja në sportin e peshngritjes, vetëm 18 vjeç, dhe Esmeralda Jonuzaj, kampione e parë femër në boks. 2 sportiste elitare i bashkohen klubit shumë sportësh Flamurtari. Në një konferencë për shtyp, drejtoria e klubit shumë sportësh Elona Hasanaj theksoi se 2 vajzat kanë treguar se janë ndër sportistet me arritjet më të larta në disiplinat e tyre. Enkelejda Carja në sportin e peshngritjes, vetëm 18 vjeç, ka arritur të fitojë një sër medaljesh dhe trofesh, duke dëshmuar talent dhe potencial për një të ardhme të ndritur. Deri më tani ajo ka fituar medalje dhe trofe si në arenën kombëtare ashtu dhe ndërkombëtare. Po ashtu për herë të parë i bashkohet klubit dhe një sportiste në boks, Esmeralda Jonuzaj. Ajo është një tjetër sportiste me më shumë medalje dhe trofe, mes të cilave dhe 3 trofe kombëtar, si dhe është shpallur kampioni e parë femër në boks. Sipas Hasanaj, të 2 sportiste do të jenë tashmë pjesë e ngjyrave të Flamurtarit për të përfaqësuar klubin dhe qytetin, si dhe për të vijuar rrugën e sukseseve dhe arritjeve dhe trofeve të tjera. Flamurtari ka patur gjithmonë në objektivat e tij kryesor arritjen e rezultateve të larta dhe evidentimin e lojtarëve elitar. Sot jam shumë e lumtur që të bëj pjesë të klubit shumë sportësh Flamurtari 2 sportiste të niveleve shumë të larta, kombëtare dhe ndërkombëtare. Është një ditë shumë e rëndësishme për klubin shumë sportësh, sepse garon për herë të parë për klubin shumë sportësh një peshngritse që është 18 vjeçe, me një të ardhme të ndritur në peshngritje, dhe është Enkelejda Carja, dhe vjen së bashku me trajneren e saj, Eglantina Kalemi. Është një kampione kombëtare për të rritur prej vitit 2022 deri në 2025 dhe pjesë e kombëtares shqiptare. Gjatë karrierës së saj sportive ka fituar 23 medalje ndërkombëtare, botërore dhe europiane, si dhe është mbajtëse e 28 rekordeve europiane për kategorinë të rinj, nga të cilat 3 rekorde botërore dhe 25 rekorde europiane. Duhet i lexoja patjetër titujt e vajzës, sepse janë shumë, dhe jo pa qëllim thash që është një ditë shumë e rëndësishme që një lojtare niveleve të tilla do të garojë për fanellën e Flamurtarit për të sjellë sa më shumë medalje, tituj dhe për t'i dhënë një shtytje akoma më të madhe peshngritjes në Vlorë. Dhe më vjen mirë që vjen së bashku me trajneren e saj
ne përpara këtij prezantimi që bëjmë sot të këtyre dy arritjeve të mëdha të klubit, kemi ofruar te klubi Flamurtari dhe një ish sportiste, një ish rekordmene, siç është Fetie Kasa, që do të merret me gjithë grupet e moshave dhe jo vetëm. Unë u thash në fillim që janë dy sportiste, një peshkngritse dhe një boksiere. Dhe më vjen shumë mirë përsëri që për fanellën e Flamurtarit, për herë të parë, ndoshta mbas shumë vitesh, garon një vajzë në boks. Ne kemi profesor Gzim Zenelin që është nga trajnerat më të mirë shqiptar, që është trajneri kombëtares shqiptare, që trajnon sportista shumë të mirë, por ka ardhur dita që të trajnoj dhe të sjelli kupa dhe medalje të tjera edhe me një vajzë, e cila quhet Esmeralda Jonuzaj, 3 herë kampione kombëtare nga viti 2023, 2024 dhe 2025. Kampionja e parë kombëtare në historinë e Shqipërisë për boksin e femrave, vendi i tretë medaliste e bronz në kampionatin Europian 2023, ka marrë titullin boksierja më e mirë femër në Shqipëri në vitin 2023 dhe medaljen e argjend në turnamentin Gongu i Artë. Emocionet nuk kanë munguar as tek vajzat dhe trajnerët e tyre, të cilët shpalosën edhe objektivat për të vijuar me tjera trofe, medalje dhe kupa tashmë për ngjyrat e Flamurtarit, duke falenderuar klubin që janë pjesë e tij. Shumë faleminderit. Në radhë parë unë falenderoj Elonën që ka bërë përpjekjet maksimale për të qenë pjesë e Flamurtarit. Dhe më pas unë dhe Enkeleda shprehem dëshirën edhe më shumë. Në radhë parë ne jemi ndjerë si në shtëpinë tonë, kemi ndjerë ngrohtësinë e qytetit të Vlorës. Dhe si thash dhe të Elonës, një nga arsyet ka qenë ngrohtësia dhe mikpritja. Si pjesë e ekipit të Flamurtarit, shpresoj dhe mendoj që do vazhdoj të kem arritje të mëdha siç kam pasur dhe vitet më parë dhe shpresoj të sjell sa më shumë arritje. Faleminderit gjithëve, është nder dhe privilegj për këto goca që marrin pjesë në siglën dhe stemën e Flamurtarit, që është një emër i madh dhe kanë nderin më të madh që përfaqësojnë Flamurtarin dhe futen familjen e boksit vlonjat. Esmeralda fillimet e saja i ka nisur që fëmijë në qytetin e Vlorës, po për arsye të shkollimit saj ka shkuar në Tiranë dhe ka vazhduar studimet dhe është kthyer përsëri në qytetin e saj. Nuk është diçka që na tingulloi sigurisht në diçka jashtëzakonshme, por unë doja të falenderoja kryesisht mbështetjen e klubit, se pa mbështetjen e klubit Flamurtari të Elona Merkës dhe pa mbështetjen e bashkisë, këto vajza nuk do të ishte mundur që të vinin në këtë qytet. Dhe një falenderim jashtëzakonisht të kemi për klubin dhe për bashkinë. Kurse gocave ju urojmë suksese të mëtejshme. Unë në fakt e kam nisur sportin që 6 vjeç, domethënë kam gati 17 vite që merrem me sport, por që boksin e kam nisur një sport të ngjashëm, ka qenë kickboksi. Boksin thjesht e kam nisur në moshën 15-16 vjeçë. Si fillim dua që të falenderoj shumë për mikpritjen këtu te klubi Flamurtari dhe që kam nderin që të trajnohem edhe me trajnerin dhe mjeshtrin e madh Gzim Zeneli. Për këtë gjë dua të falenderoj. Unë merrem me boksin sepse jam rrit me këtë sport, ka qenë pjesë e fëmijërisë time dhe tashmë thjesht e identifikoj veten si boksiere, nuk mundem dot që është pjesë e jetës time, domethënë. Dhe shpresoj shumë që të arrijë një ditë që të marr akoma dhe më shumë medalje ndërkombëtare dhe pse jo të kualifikohemi për radhët olimpike. Objektivi kryesor tani që është më i afërt janë lojrat mesjetare dhe kampionati evropian. Shpresoj shumë që të marrim medalje. Klubi Shumë Sportësh Flamurtari shton në gjirin e ty 2 sportiste elitare në sporte të vështira, por që kanë treguar se dinë të jenë protagonistë dhe të fitojnë trofe. Një rrugë që synojnë ta vijojnë edhe me klubin Shumë Sportësh Flamurtari. Ju përshëndes dhe falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.